çdo ditë. Në fakt, megjithatë, sot na ka ngacmuar një ide e vogël në gjithë të gjurulldi fushate, në gjithë këtë rrëmuj politike, miq të dashur, na ka ngacmuar një ide e thjeshtë: shqiptarët duan të largohen apo të kthehen? Kjo është pyetja për ju sot në 069 27 22 27. Pra janë më shumë ata këtu që duan të largohen apo janë më të shumtë ata në diasporë që duan të kthehen? Kjo është pyetja që na shqetëson dhe sigurisht ky është thelbi edhe i dramës së shpopullimit. 069 27 22 27 për telefonatat dhe patjetër ka dhe WhatsApp për mesazhet tuaja, miq të dashur. Ndërkohë do të shohim zhvillimet më të fundit, vazhdon të sëkëldis përgjimet që nxjerr CNA-ja pjesë si seriali më simpatik i Netflixit, miq të dashur, patjetër për të trazuar shpirtrat e politikës, një politik që tani më e zhveshur me një maskë të tjerë, duket gjithmonë më e rëndomt, gjithmonë më ordinere, miq të dashur, dhe sigurisht patjetër edhe mediat janë dëmtuar çiksi shumë, sidomos ato afër pushtetit që deri dje mburreshin me ideologjinë, deri dje mbaheshin me bindjet e tyre dhe me dinjitetin e tyre të lartë profesional, por tani më e pam që kontrollohen thjesht nga një qeli e rëndom të burgu, ande nga Durrësi, dhe pak rënje niveli spektakular, dhe çuditërisht këto media pasi bën ca ditë sikur nuk ekzistonin këto përgjime, tani na janë shqetësuar, o bobo, si nxorri spaku këto përgjime, ç'është kjo shkelje kaq e rënd e moralit dhe dinjitetit, shumë e rënd, nuk është fare e rënd që sajojnë historira për të goditur kundërshtarët dhe për të përfituar politikisht, nuk është fare e rënd që del që e kanë kapur shtetin dhe e kanë kthyer në një pronë private, nuk është fare e rënd që e deformojnë opinionin publik dhe mashtrojnë ditën për diell pa pikë turpi, po jo është e rënd si dolën këto përgjime, kush i mori, kush i nxorri, o bobo, o lele. Edhe një herë numrin e telefonit 069 27 22 27 2, miq të dashur. Ndërkohë ditën e djeshme Sali Berisha, lideri i opozitës shqiptare, ka qenë në Strasburg, kur le të themi që i la pak pa fjalë ata, jo se thanin gjë të madhe, tha thjesht të vërtetën e Shqipërisë, një të vërtetë që për shumë vite nuk kemi arritur dot ta themi, miq të dashur, në kancelaritë europiane, sepse ishte filtri dhe diga e llatarshme e Soros, dhe dëgjoi rastësisht nëpër Europë vetëm kënga e kryeministrit, një kryeministër që ashtu si harabelat e trishtuar dhe zogjt e mërzitur në kafaz, duket se nuk ka kënduar më këto ditët e fundit, na ka humbur kryeministri, gjithashtu ka lëshuar vetëm emisaret e tij, nuk ka folur sigurisht që kur kanë dalë këto përgjime, edhe është pak i paqartë roli i tij, po ka bërë kështu sikur është përpjekur me vërtet fort ta mbrojë Erion Velien. Nuk ka çfarë thotë, se mund thot në një laf Erion Velie, në një laf që s'duhet, në një laf që mund të prishi punë, sidomos tani para 11 maj, dhe po përpiqet të heshtë dhe të bëjë të harrohet sa më shumë, por që nuk do e lejojmë të harrohet, sepse është fytyra e vërtet e pushtetit, fytyra e vërtet jo vetëm e Bashkisë Tiranës, por e të gjithë mazhorancës, ajo që del në ato përgjime, që nga kontrolli i mediave deri te keqpërdorimi i parave. Një keq përdorim parash që nëse i lexoni ato përgjime duket sikur nuk ju bëhet vonë fare, as nuk është në refen e. Ndërkohë, ditën e djeshme ka qenë një video virale para se të transmetojmë ato të Berishës, ka qenë kreu i KPK-s, kreu i prokurimeve publike, një njerëz që ka keq përdorur ose shpërndar, le të themi, nuk e dim akoma është keq përdorur apo jo, edhe pse me 40 milion euro kilometri për rrugë dim që është keq përdorur, është bërë viral Jonajt Myzyri. Ta shohim pak videon e tij. Nuk është problemi të shtati i tij, nuk jemi këtu për të tallur me askënd për shtatin. Ajo që mua më ka tronditur është që një njerëz që ka qarkulluar 3 miliard euro prokurime publike, ky është vartë si Belinda Ballukut për ata që se din, edhe një video të lutem, ky njerëz pa asnjë pikë thinje që po të nxjerrësh foton e Gjinos te 14 vjeç dhëndër, duket sikur ka të njëjtën moshë, ka kontrolluar gjithë financat e shtetit shqiptar pa pikë thinje. Pse si merrni nga 8 vjeçarja dhe ti vini aty në krye të prokurimeve publike dhe të qarkullojnë miliardat e Shqipërisë? Gjithë taksat tona, shumicën e taksave tona në një vit i ka qarkulluar Jonadi, i cili ka dalë çik i mërzitur nga spaku,
se do i kenë keq trajtuar ato xhaxha, do ja kenë marrë dorën kështu dhe do i kenë gjuajtur. Keq, shumë keq, 3 miliardë euro vetëm afera korruptive, mor myzyr, pse mor myzyr, po s'kemi çaj bëjmë myzyri tani, kështu është kur bën ushtarin, sepse do ta dinë që veçanërisht në regjime ushtarët ikin kështu, këputen si prasi. Ndërkohë, miq të dashur, do të dëgjojmë pak nga fjala e Berishës në Strasburg, nuk e di nëse sidomos pjesa e dytë ishte shumë interesante. Edhe i vunin siklet ca nga këto të Parlamentit Evropian, sepse përmendin çik Sorosin kështu dhe mbi të gjitha si e kanë mbajtur me hatër Edi Ramën në Europa. Ajo ishte pjesa më e sikletshme për ta. Merre regjia, merre linjën. Edi Rama Edi Rama ka qenë lideri më i mbrojtur, më investuar nga George Soros dhe problemi me miliarderin Soros është i vjetër. Kam qenë shumë konfrontues me të. Prej vitesh kam kërkuar që të ndalohet veprimtaria e tij politike në Europë. Kam kërkuar që Parlamenti Evropian t'ia ndalojë sepse ai blen politikan kudo. Ai ka një agjendë ekstreme të majt. Ai e rikthen modelin e monizmit duke marrë të gjitha OJQ-t dhe duke i vënë në ombrellën e Partisë së Vjetër Komuniste. Përplasja ime me të u bë më madhe kur ai u përfshi në politikën e Ballkanit. Ai u bë faktor kryesor në politikën e jashtme për Ballkanin. Ai deshi ndarjen e Kosovës, një projekt i Miloševićit që më është sjell përmes ndërmjetësve disa herë gjatë kohës që isha presidenti i Republikës. Tani George Soros e volosi dhe firmosi projektin si të tin. Sigurisht që unë e kundërshtova, dhe ai është shumë i pakënaqur. Sa për Sorosin, siç u thash edhe më parë, nëse më pyesni çfarë është Shqipëria sot, Shqipëria është një republikë e George Soros. Rikthehemi miq të dashur, gjithashtu një gjë interesante ka qenë ditën e djeshme, mbrëmjen e djeshme në Çim Peka Live, ku dyshja e fuqishme pro mazhorancës Berat Buzhala dhe Lorenz Vangjeli u përpoqën të krijonin ca alibi të vogla, sidomos më pëlqeu shumë ajo e Lorenz Vangjelit ku përpiqej të krahasonte sjelljen e Veliajt ndaj drejtësisë me sjelljen e Berishës ndaj drejtësisë, pse ai bënte protesta politike poshtë balkonit, ishte i njëjti kërcënim, rastësisht e sqaroi Shkullaku, nuk e di nëse e kemi sigurisht jo tani, ama ajo që kemi tani është, miq të dashur, një tjetër video simpatike. Duket se ka pasur një reagim dhe dha një përgjigje shumë të shpejtë europianët ndaj deklaratave dhe rezumes shqiptare që bëri Berisha para Parlamentit Evropian. Shpesa, të lutem regjia. Thank you, Mr. Berisha, for your clear and tough words about the situation, the deeply worried situation in Albania. As you know, you have all our support, all the will of the group that you will succeed and you will win the next elections, and you know that there will be a very big delegation from EPP to be as observers at the elections, so we will be there also for support the democratic transparency and the. Për ata që nuk e kuptuan dhe nuk i lexonin dot ato titrat që donin dylbi për të parë, kreu i grupit politik më të fuqishëm europian tha që e keni gjithë mbështetjen tonë dhe do vim çik për zgjedhjet, i vëzhgojmë ato dhe sigurisht mos tolerojmë ca manipulime të ëmbla dhe të vogla. Do të flasim pak më vonë edhe për sigurinë ushqimore, e cila na ka lënë shënden, miq të dashur, tani më nuk po merret vesh përveç salmonelës, pesticide, nuk merret vesh se ç'a del. Duket se ka ikur kreu i AKU së Tiranës, po i kanë kërkuar një dorëheqje, ai thotë që isha shumë i lodhur, shumë i lodhur nga ngarkesa dhe e kam dhënë vetë dorëheqjen. Kështu gjëra është të zakonshme, domethënë. Përshëndetje Flavio, ndoqë emisionin të Çim Peka, Vangjeli i famshëm dhe për rilindjes akuzon Berishën se gjëja mbledh te dritarja njerëz gënjeshtari, them këtij që Berisha është më i drejtë që ky vend ka. Një nga ata që denoncova këtë jam unë, Arben Muça, banori fshatit Fark e vogël. Vendoset ta gjejnë gjithë këta rilinca që folën në video mesazh 3 minuta të Rruga e Shpresës, pres me padurim në Selanik, ardhin e Berishës apo të opozitarëve të tjerë. Dhe kam 2 fjalë para kamerave. Dakor, të Arben, të përshëndes, ne do vazhdojmë me njerë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavia. Mirë se erdhe. Jeni televizori shumë i mirë, shumë i një, ku një përshëndes. Faleminderit. Në ju keni shkruar aty, do të kthehera po të largohen shqiptarët. Po. Edi Ramën, am rrezik edhe të vdekmit largohen. Edi Ramën, po. Ai është një kryeministër që sa ka po histeria Shqipërisë, thonë edhe njerëz shumë më vjetre me fjalë të larme, as në kohën e Turkut.
që këmisi Edi Rama që vetëm gënjen që ditën. Pa ma, deja qori maskën Sali Berisha në Bruxelles. Strasburg, ku ishte në Strasburg, Strasburg, ja tha të gjithat të vërtetat e Edi Ramës. Sepse asni që futën në burg, pa urdhërin e Edi Ramës, nuk kanë bërë si gja. Kam arsyeshte, ato janë të pa nërgjeshëm vetë, një gjanë të pa drejtë, që nuk është ne bo, nuk pysë, asë kryeministër me qenë zotin qilë, nuk e pysë për pa drejtësi, se zotin zbakur pa drejtësi. Por do zoti, që të 11 maj, Edi Rama ka përfundu, vetëm kanë dëshirë që ta fusë në burg. Edhe haspi nuk e du në burg, Edi Rama ta shofë në burg. Me gënjeshtrat që ka ba, me padësit që ka ba, me vjedhin që ka ba, me popullin, që unë për vete drita sigur të kem pas fabrik, Flavia, fabrik të kem pas, uzin, unë nuk do të kem drita, jo një familje 3-4 veç, 5 veç, që kena ne pa drita, kemi ne pa drita gjithmor, deri në 2039. Kam për të pagu shtesën e dritave. Të mërshme. Ma përsi një familje që kena maj stop në drunve, që kena ble drunë, e kena mu vetëm për frigoriferë vaj disa herë, kena ne me 3-4 ditë pa drita. Pëse kry ministra ky, një fotin e bolë për 30.000 lek, u dënon një, burri për shumë la dënon një ditë e gjys, me parashitje, edhe shushin ato për dritat. Edhe kam dhe të rëtënantën. Unë kam një më interesante se kjo, është një biznes i vogël që në gusht e bën pushima i, dhe në gusht i vinë 700.000 lek dritat, në shtator 400.000 lek, në dhjetor që presupozohet jetë kulmi i shpenzimit i 150. Ja, shiko pra, qëtë. Unë gjave për kja një skandal që kanë bon të Flavia. Se bushë. Masa një kanë mu patronash vista të që vinë ke u, që vinë ke dritat, të ashtë të lutin sa të dun vetë, ishte dritat sa të dun vetë. Ndoshta. Një përshëndes, një përshëndes shumë, jeni të vizori me mirë, për kam një vrejti për ju se në alini që i ditën nga po punë duke ju njek. Po qatë bëjmë të ashtë, do përpiqemi edhe ne të bëjmë tonën. Dakor, zonjë, faleminderit për telefonatën, ndërko, vazhdojmë të tira mesazhe pa humbur kohë dhe sigurisht për cilët e ca zhvillime interesante. Të lajme të redaksis informacionet, i doni, si doni, ma thoni. A mund quhet ky toni Rasputini shekullit e 21, për i duhet cari që të quhet Rasputin. Ky është edhe cari edhe Rasputin, në kuptimin rust fjales, se mos na thot në njërin e një gjë të çuditshme, si zombi e ste myzi. Myzi, kushe ditë sharllit shplare, i kanë bërë aty ke spaku. Se e kanë humbur këto të mazhorancës që ka të dashurin që kishin për institucionet e drejtësisë, se sidomos kur nuk të qëllon prokurori i dur që është i patronazhuar, një ke keq punët aty. Këta lloj njerëzish, 8% e të rinjve duan të largohen sa më larg Nocrokut. Këto lloj njerëzish përdor Nocroku ka fjalën për Unite Myzyrin, edhe një herë të lutem videon e shumë interesante. Pse i mërzitur është? Pjesa më gallate e videos është që ai është aq i mërzitur. Edhe një herë të lutem, kreun e prokurimeve publike. Qive më shive? Po mi, po foton e Gjinos si nuk e gjete. Si jeni ka që. S'ka faju lira kipi që ju rref, gjithdo natë. Edhe nuk e di pse më duket kështu. Stop i sekund këtu, stop. Opa. Po të vësh këtë zotrin. A nuk duket si Lul Basha në miniaturë? Edhe një foto të Lul Bashës, një të bukur që keni ju. Edhe një foto të Lul Bashës, shpejt. Opa! Më vjen shumë keq për ata nga radio që po na ndjekin që kanë humbur ndoshta foton e profilit më të bukur të Lul Bashës të gjitha kohërave, madje jo vetëm Luli, unë them që të gjithë duhet ta vëmë këtë foto për të treguar patriotizëm, këtë foto të Lulit. Shive sa ngjajnë, a nuk janë duket si mi dhe minimi. Kujdi, i çuditshëm, dakor, se ishte tash jo Nadin e shkret se Luli është rekordmen në gjërat e tij. Buongiorno Flavio, kam pastën se këta janë të papar, nuk kam më shumtuar, por nuk ka kusht të kërkoj llogari. Shqiptarëve u ngeli vetëm të japin vrapit, këmbë të shpejta faqe bardhë, dhe po fitoi opozita, atëherë do shkonin çdo bëjnë këta, jo tym, por do shkatrojnë gjithë Shqipërinë.
Përshëndetje nga liçeni Flavio, nëse më 11 maj nuk ndodh ndryshimi, nuk do ngel më këmbë shqiptari përveç patronazhistave dhe administratës. Dhe siç tha Andreoti në Kin, po këta këto vjedhin pastaj po ngelen vetëm vetë. Mirëmëngjes, jemi vetëm shtet në Europë që s'kemi ujë të pishëm, megjithëse jetojmë me zburimeve që si ka as Europa. Brekusha tha, po nuk e realizova premtimin, mos më jepni votën. Ka 3 mandate që premton. Tani pa realizuar këtë premtim, kaloi te pasaporta europiane. Mashtro, ka gjetë këtë popull. Shqiptarët duan të kthehen, të rrinë me Ramën, mos ta humbasin këtë mundësi që vjen një herë në jetë, se Rama i ka ndjekur, vjedhur, mashtruar, gjunjëzuar poshtë komunizmit. Të përshëndes, dakord. S'keni zë, thot. Ju përshëndes Regjin, edhe unë e përshëndes Regjin. Në shumicën e lajmeve të syrit del kjo. Qa është kjo më? Në shumicën e lajmeve të syrit del kjo, aparatura që ka sjellë Rama për bllokuar TikTokun, po bllokon ju se TikTokut i ka ngrënë atë që stot. Po sigurisht pse për TikTokun e bëri ai? Çfarë thoni më njerëz? Çfarë thoni më njerëz me TikTokun? Si do bëj fushatë pa TikTok për vete një? Për vete si do bëj fushatë. Mirëmëngjes Flavio, dhe unë i them mirëmëngjes këtij zotrisë që nuk ka asnjë koment tjetër, thjesht e përshëndesim. Vazhdojmë me telefonat një, alo mirëmëngjes. Mirëmëngjes Flavio. Mirë se erdhe. Do të pyes diçka. Shkrepe. Dje presidenti amerikan Trump jepte në TikTok që montazh po e vërtet për sa libertën që lejohet të shkojnë në Amerikë për shkak të Sorosit. Është vërtet? Ka një takim të paralajmëruar në SBA, po nuk besoj ta ketë postuar Trumpi. Ai thoshte kishte aq montazh origjinal Trumpin kur fliste, e di sa libertën gojë. Artificiale. Po nuk e di të ketë një postim zyrtar. Do e kishim marrë vesh, po të kishte një postim nga ana e Donald Trump për Sali Berishën. Ma beso do e kishim marrë vesh në burime zyrtare. Faleminderit. Faleminderit ty për telefonatën. E përshëndesim zotrin, ndërkohë miq të dashur, mirëmëngjes Flavio, të përshëndes, të uroj për emisionin çfarë bëjmë në Shqipëri, po erdhëm do bëhemi edhe në Petale, se është sëmundje e ngjitse ajo. Po stërku i gjirizeve ka filluar të shtektojë, të gjej fole se po i afrohet dita për 313, inshallah para 11 majit. KLB mik, KLB edhe ti. E kemi atë, edhe një videon e kreu të prokurimeve i cili është i dyshuar se ka abuzuar me vetëm 2-3 miliardë euro, gjërat bë. Kopi, mos ka qenë ky i vogël kur ka luajtur këtë filmin. Sigurisht që nuk ka qenë ky, se mos mendon ndonjëri se e thash seriozisht, ha. Mirëmëngjes, jo djalë, dua t'ju them dëgjuesve të Kafe Shetës që kur të votoni mendoni minimumin jetik që ato 100 euro që banda e jep çdo 4 vjet do ta merrni çdo muaj. Andi Labuti, me që jemi të njerëzit që ngjajnë si Gjino, është gati për të na përshëndetur. Andi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Flavio. Po si e më djalë, Mirë, faleminderit, mirë. Ke filluar nuk del vetëm, ke frikë tani. Po. Ku i kanë rrobat pranverore? Ç'është kjo pallto? Po hapra u kthy dimri mbrapsht. Shumë keq. Tani Flavio, unë këtu kam një tirancin tëm, edhe ta pyesim për temën e sotshme. Si thu? Po, jo. Përshëndetje për meje Flavio. Të përshëndet zotria. Është njëri i nderuar. Faleminderit, thot? Më thuaj për temën. Okej. Atëherë, shqiptarët duan të ikin apo të qëndrojnë këtu? Të vinë. Sa tjetë zdram si gjatë, shqiptarët i ke narratisje. Kur t'higi të posi qafën e, shqiptarët i ke këtu në Shqipni. Do më thonë, për atit kanë hikur gjithë dhe po ikin? Vedëm për atit kanë hikë dhe për atit do hikin, sa tjetë a i këtu. Mirë, një pyetje lindve t'ju. Fëmijët ju i keni këtu apo jashtë? Jashtë i ko. Jashtë? Jashtë. Të qasë zemra, besoj. Të dy në Gjermani. Për zotin. Të qasë zemra. Shumë. Po, nëse... Çfarë do i bënë fëmijët tuaj që të vinin këtu? Po të kthejte si që ka qenë për para, në kone salës. Them që do bëshin hajër. Po me këtë jo. Me këtë kishin një dyqan me qera, edhe 2 herë hangën gjoba, herë 500.000, herë 400.000. Dhe sa e dërzon hikën. Një mesazh të fundit për shqiptarët.
Mesazhi im është ky. Që këti s'duhet janë i gjysh emrin, jo ta shofësh me sy. Se të dhomin syt kur e shef, të dhomin veshët kur e një gjo. Është njeri shumë negativ. Nuk e emër t'i vesh. Unë ju falenderoj shumë. Luma i që e njef, e mjera i që se njef, këtë njeri. Të falenderoj shumë. Lundëm. Rof, t'jap dorën. Dakor, edhe për qafoni, mirë pafshim Andi pas pak, kur të takosh me dikë tjetër. Mirëmëngjes Flavio, qoftë se larg qoftë fiton Rama, këtu do ngele vetëm fuksat ose si i thon patronazhistët. Si mund të rish këtu kur nafta është në qell, supermarketet në qell, pensionet nuk dalin për ilaçe, pronat grabiten. Përse të qëndrosh këtu, për dëgjuar Ramën që ngeli me notë rrokun në goja, po për dëgjuar Ballukën që paguan 10.000 euro për lavazh makine. Ora 10.000 euro për të la makinën. Kështë di sa argjo për t'u la vetë. Që di që alloj shamposh, që nuk e dim, që jemi aq të varfër se nuk e dim as që ekzistojnë ato lloj shamposh. Se mirë ta di që ekziston, për shembull fjala vjen Rolls Royce, nuk e blen dot, po e di që ekziston. Po ka ca makina tjera që janë aq trenda që as nuk ja dim çfarë ato, Pagani për shembull. Janë ca lloj shamposh që përdorin këta për t'u la që as nuk e dim që ekzistojnë ato lloj firmash. Patjetër që shqiptarët duan vendin e tyre dhe do rindërtojnë shtetin e vet, duke hequr taksat dhe gjobat e rilindjes, çdo shqiptar do ketë dëshirën për të kthyer në trojet e veta për ta ripopulluar Shqipërinë e bukur. Shqipëria sot ka taks për të jetuar, taks ushqimi, prone, page, rrugë, parkimi. Tani edhe taksa oksigjenit do të jetë në zyrën e bandës komunitare. Taksa e oksigjenit është fakti që ajri i Tiranës është një garanci që fëmijët do lindin alergjik për shkak të ndotjes fenomenale. Mirëmëngjes Flavio, për çdo ditë tani që jam pensionist ju ndjek për temën, personalisht dua të largohem aq thellë mi fundosur si familje. Pa shtëpi me 47 vite punë, me ekonomi e shëndetësi të rrënuar sa më parë, sa më larg nga këtu. Vjen keq zonja Lili dhe të përshëndes. Ha, ky tipi i Belindës pa Hymburg dhe është Menderoso. Është frikshme kur vjen dita për të dhënë llogari. Mirëmëngjes Flavio, zoti dhënë shëndet, gjithashtu na kënaqe me gjinon e pushtetit, e vërtet. Mirëmëngjes Flavio, sa për temën kuptohet, ne duhet ta tregojmë veten që jemi shqiptar në 11 maj, tash porrim këtë dhe emigrantët do kthehen dhe ne nuk kemi pse të largohemi. Ku e kanë gjetur atë të KPP-s? E kanë gjetur. E kanë peshkuar kështu dhe i ka rënë ai. Mirëmëngjes, më erdhi keq për ty në mëngjes që u ndjeve aq keq me kryetarin e ballës kombëtare që foli me ato fjalë. E rënd ishte, sikletshme ishte, por shërbenin ato për të krijuar idenë dhe përmasën e vërtet të terrorit. Pas 11 maj, thot një mesazh tjetër, do të largohen patronazhistët e Ramës dhe do kthehen në demokratët. Pa nuk duhet të funksionojë më rradh, do të jetë një vend për gjithë shqiptarët këtu. Dakor, Viktor, të përshëndes, me mirëmëngjes, syri Edvin Rama është anti-shqiptar. Ka që e thonë që e mendojnë, ka që e mendojnë atë punë. Më bëri përshtypje nxitimi i vonuar Izraelit për të dhënë Ramës medaljen nga presidenti. Meritat i kanë të ashtu quajturit kolaboracionist që bën marrëveshje me Gjermaninë që çifutët Shqipërit mos prekëshin. Por këtë s'kan qef ta pranojë njerëzit se këtu historia shkelet me këmbë. Ore, para të punë, me që ishte dhe djenë qik 7 prilli, kush doli për të luftuar në 7 prill, se sigurisht ishin komunistët, as monarkistët. Kush ishte, se komunistët sigur dolën vonë, dolën vetëm rastësisht kur Gjermania më duket se sulmoi Rusin. Atere, deri në atë moment, s'kishin prek armë me dorë për të luftuar pushtuesin. Vazhdo me telefonat, alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Alo, Nadia mia. Më thuaj, zotri. O Flavia. Sot kam hallë se mia të janë i gjertë mia, po sot du me bojë denancë. Pse mërë, që do denoncosh? Në përmes gazetarit të ujë që unë rrinë lirë, me një rast që më ndodhi që më vra djallit e puna dhe morën telefon të shku me marrë me që të spitali kjo policia e Sarvamallit
Me të më kur i thash që kam djalin e vra me atë, po më nale me tabele në mënyrën ma serbo madhe atë do të saj thash më kam djalin ma vra djalin tham po hec çfarë halli ki thash ma vra djalin më marr tham me sonë të spitalin më thash shumë dohet tham u djalin tha ç'duhet tham u tha are tha këto bjerë patentën tha are marr zot am man thash marr çash ma jeni policia a jeni polici më asha jeni më jo pa unë thash kur tha ma vrot i thash me një mumër bjerë tha jetë ato kështë e rrë disa nësoj edhe unë vrap që me thonë morë leta morë patentën të dhonë komenda ati me letë për madhet edhe hajde tash, i thash, fole më me shat Fadilin, që ashtë Filoni, ashtë Nikol Pashuku, atë shku dhe se gjoja kam parakalu i makin, po qysh me ndaj shanë për parakalim, kur kisha djallin e smur, edhe unë nuk disha herë që i zërrat allafe nga goja. Ashtë ishte aso polit zjakator, so merë patenten, so vazhdojnë edhe shkruun, hajde tash, që ta dje? I thash, fole më me shat Fadilin, thash e mi thuj, për me mu shep ata, por vazhdo. Nëse herë tjetër, dëgjo mua, po ke kështu sikletesh, herë tjetër, blokazhin taku edhe maro hallin. Ma leta marrë i fije. Po s'mund të kthej palimisht, lutem, më mirë kupto dhe mua. E përshëndesim zotrin, kam një pyetje sa i përket votimit për të maksimizuar votën. Si është më e mira që votën preferenciale të japim për kandidatë në listat e hapura apo nuk bën ndryshim, ti voton vetëm për kandidatët në listat e hapura, kështu që zgjidh mirë, zgjidh të preferuarin tënd. Më vjen tur për veten kur shoh njerëz që mbështesin Ramën dhe i thon vetes njerëz se nuk është njerëzore. Lexoj live. Lexova live Sokol. Mirëmëngjes, varet nga kush i drejton me këtë qeveri, duan të ikin me atë që do vi, shpresoj shumë që do kthehen. Dakor. Mirëmëngjes, bën telefonata në këtë numër apo vetëm mesazhe? Në WhatsApp vetëm mesazhe, por në këtë numër sigurisht telefonata. E përshëndesim edhe këtë zotëri. Apo zonjë, mirëmëngjes Flavia, duhet bërë rotacioni që të mendojnë për të kthyer emigrantët. Po e mori dhe njëri qoftë largu, s'ka për të mbetur më këmbë njeriu. E më mirë se gjysma ka nikur, s'ka nikur shumë. Mirëmëngjes, deri tani ka nikur në emigrim rinia. Në 11 maj do jetë fitore spektakolare se qeveria Rama vetëm ka vjedhur dhe janë të pangopur. Të largohen se s'po durohen më. Po çfarë ka bërë Rama? Ka bërë të gjëra. Vazhdo me telefonat, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes Flavio. Mirë se erdhe. Turoj shëndetet mira. Gjithashtu. Juve dhe gjithë stafit tuaj. Më thuaj. Jo, kjo pyetja juaj është shumë e drejtë. Unë personalisht, jo që nuk të largohem nga Shqipëria, që të gjitha mundësit i kam, po do luftoj dhëm për dhëm me plerat e me qelpsirat, me hajtutet dhe kriminalet e Edi Ramës. Absolutisht në mënyrën më kategorike nuk do largohem, sepse i bëhet shefi ati, jeton si pasha dhe më shumë. Jeton si mbret, që kur mos i gëzoft ato që i ka vjedh popullit. Ajo ftyra që doli atje, nuk është si kur ajte 14 vjeç dhëndrës, ajo është një artist jashtëzakonshëm, po është si kur këto mijë të pusetave, ke parë të mijë që dalin nga pusetat, që shkunen mustaqet sa po dalin nga pusetat. Populli duhet i bëjë thirrje vetes, populli duhet të reflektoj, duhet që çdo ditë e çdo natë të hidhet në aksion dhe të zhdukën Sorosin qelpsiren e botës e të kombit shqiptar, që e shkatrojnë në çdo pikpamje, në çdo drejtim, që po t'i marrë me radhë Enver Hoxha për 45 vjet. Nuk ja ka bërë Shqipërisë çfarë ka bërë ky për 12 vjet. Prandaj, jo të largohen, po të qëndrojnë këtu dhe të vinë nga atje këtu, se është vend i bekuar. Unë jam me dokumentacion të huaj, nuk ka rëndësi, por unë shkoj kur dua, se m'jep pasaportet e Rama. Unë në vendin që shkova mora dokumentat për 3 muaj, ndërsa këtu nuk i merr për 30 vjet, me na jep ka pasaportin, na tun pasaportin, ai me paftyrsinë më të madhe më. Ai atje të shoh vjedhet, hajde të liqet. Unë makinën time lajt një herë në muaj, ajo me 10.000 euro në muaj. Imagjinoje ku ka arrit skandali. Imagjinoje. E la poshtë një pemë aty kur shkoj një lavazhier atje më ka ullë nga 5.000 lek në 3.000 lek. Ajo 10.000 lek
10.000 euro. 10.000 euro në muaj, turp, ky popull du t'i thrasë. Këta e votojnë vetëm hajdutët dhe kriminalet, nuk e voton populli i varfër. Nuk e voton ai që dën demokraci. Demokracia është luftë për jetë dhe luftë për paqe. Turoj gjithë të mirat. Edhe unë zotërit përshëndes, ndërkohë vazhdojmë tëra mesazhe. Flavio, ç'është kjo që keni shkruar që duhet të kthehen shqiptarët? Jo, vendi ynë për ne që kemi 30 e sa vjet që jemi larguar, nuk kthehemi. Vetëm dje pam që fermerët po hidhin luleshtrydhet, patatet, qepët e sa tjera. Kush na lën ne të bëjmë hajër në Shqipëri? Pyetje e rëndë kjo. Edhe ne që jemi këtu, nuk është se po bëjmë namen. Me 2.5 miliard euro shpërdorime dhe fletire në SPAK edhe Bela Balluku vazhdon e buzqesh para kamerave. A ka cipe? Alamet cipe. Trash cipe. Kalimera o djali, këte nga Tepelena, ani pini dhe këndoni, se paguan tërmet i joni. Hajde Flavio, mish raki falas nga vjedhet e popullit F. Karistopoli. Mund të kisha ardhur për mishe dhe rakime të ndrejtën deri në Tepelen, po për ne në tavolim me tërmet peqin është qike tepërt. Po ja sa dali një emision plug i vogël i ëmbël për tërmetin. Ta shohim si dridhet në 7 ball tërmeti, po nuk do jetë nga rakia, do jetë nga dashnia. Vazhdojmë me tjera mesazhe. Mirëmëngjes, Flavio, shqiptarët po patën mend në kokë, të japin votën Shqipërisë madhështore dhe nuk largohen. Thot Kastrioti, është mesazh shumë fushate ky. Mirëmëngjes, Syri nuk ka fare sinjal Syrit në televizion, po e shikoj nga YouTube. Faleminderit ty që ke marrë mundimin të na shohësh nga YouTube dhe me që jemi te YouTube, ti lajmëroj çik ta miq tan që kemi në rrjetet sociale që jemi në live stream edhe në YouTube, sa për rezistencë, sa për inat, për ata që na pengojnë sinjalin, se e kanë hobin e tyre kryesor dhe ne nuk përtojmë të ata në nxjerrin nga dera, ne kthehemi nga dritarja. Një mesazh nga Anglia, nuk e shoh, po. E vërtetë, janë, ma kishte çuar njëri Gjinon 10 minuta para regjisë, e të mërshme regjia, e të mërshme. Mirëmëngjes Flavio, këte të gjithë simpatizantët e Lulit udhëhequr nga hysa janë futur të listat e Arbrit. Mbahen dhe si demokrate, mirë. Po të shtua. Një tjeta Flavio ditë të mbarë si nuk u gjënë një numër të piranjat që të përgjigjet. Kjo është kafe shqeto. Mirëmëngjes, Flavio, vendi jon është këtu, por si t'ja bëjmë kur Balluku la makinë me 10.000 euro. Po pjesët e trupit sa kushtojnë, po hotelet, po tjera që të bëjmë, po s'do ikim do shporim dërsjet. 10.000 euro i bënte fundjava dhe kryeministrit në detox, nga që toksikohet shumë këtu nga ajri ndotur, i shkreti, paguan 10.000 euro që të detoksikohet, detox, pastrohet, piu ujë me limon me kastravec, ti hapet gulqia dhe mushkëria. Vazhdo me tjera mesazhe. Mirëmëngjes, Flavio, jetoj në Angli që nga 98, jam në mosh pensione. Mendoja që doja të kthesha në Shqipëri, por në rast se nuk largohet ky, nuk kam shanse të kthehem. Toni Londër, Toni, të përshëndes. Viktori nga Vareza na thot, përse Belinda Balluku nuk dëgjojnë? Viktor, shumë e rëndë kjo, Viktor, nuk e them dot këtë, Viktor, për arsye etike. Mirëmëngjes, Flavio, janë larguar në 97 familjarisht me 2 fëmijë të vegjël se u pa që komunistët do bënin atë që bën që nga 97. Tani rëndësi ka të shporët ky dhe besoj shumë do kthehen të rifillojë jetën që ja shkatroi Rama dhe rilindja. Ndërkohë, ky tipi Belindës nuk është thirrur nga SPAK, por nga Rama dhe më duket se do e haj për llogaritë të Lubi Ballukut. Po kështu e hajnë trimat. Mos shkotri, mos firmos. Mirëmëngjes, jo me sham, po që si njojnë fare, po edhe me Florit lahet, prap si fund ka ligësia buron nga brënda, ditë të mbare, përshëndesim mesazh shkruesin. Mirëmëngjes, Flavio, së përtemën mendoj se shumica e shqiptarëve duan të largohen nga këtu, sa po del nga shtëpia vetëm patronazhista të Zë Syri. Po është dhe Syri. Vazhdojmë me telefonata, alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thuaj. Kam një problem të vogël kështu, të quaj të vogël të se të mëdhajt, unë i kam përballuar vetë me forcën vetëm. Për shumë mirë. Unë të kam marrë dhe njëherë, ja të Bregullumit, unë në Berat. Në Berat e Bregullumit, arse në Tiranë?
Në Berat zhrote bregu, ata janë të mirë, ata janë të mirë, ata i kanë stabilizuar gjëra, se janë pakicë kombëtare. Po. Edhe... Jo, kanë çupallate të reja tash, jemi të gjithë të bregu lumit tani. Në rregull. Po, unë jam me dokumentat europiane. Kam marrë këtu para 4 vjetë, shu ktheva, që kaloj pleqerin, që sa moshe madhe. Po. Kur ishte probleme e ujtin, këtu ujtin e ka magazin ku shedra. Mund. E linja është rregullave nuk më thoshin gjeta. Ani që i ka me rregulla me letra me të gjitha s'pa vinë të më bëjnë montimin e ujt, pa më lëm pa uj. Dua një mendje në aty unë se ti thua do këthejnë, djemët e mi jam përgatitur për përgatitur këtu, do jetojnë këtu në Berat. Se baba im thoshe që moti, nga vendi lik, nga komshia i lik mos luaj atyri thoshe. Nga trualli lik, më kupton? E kuptova, interesant. Unë jam nga ta tipa që çdo gjë ka marrë me të drejtën time. Mas ligjeve, mas rregullave, çdo gjë e ka marrë kur më takonte. Tash unë kam bërë një dosje të madhe. Me këta legenat këtu, këta shumë të legat që dalin këtu e shefin punit të bota me gjera. Unë i ri vetëm këtu. Tash ata që po e dëgjojnë e din kush jam. Po. Do dërgoni në një... Po e kemi çunin e Beratit ne. Tako ato njerëz si fillim? Ka kemi çun. Po kemi çun të mirë aty. Do e shënoj numrin e regjia jon dhe do të kontaktoj ai djali sot. Është goc, më fal, është goc. Kështu që mos u anko. Alamet goca. Harrova. E ngatrova me atë të lushnjës. Dakord? E përshëndesim zotrin nga Berati dhe rezisto aty. Se do vi uj, erdhi uj. Ky është soundi i fundjavës shqiptare. Erdhi uj, ha? Mos bëjmë reklam, se s'ka lezet që mund na paguajnë. Ndërkohë, çfarë do bëjmë këtu që të rrim përveç televizionit tuaj s'na ka ngel gjë tjetër. Jemi ne. Është Andi Llabuti, kështu që ja të jap një arsye për t'ikur dhe nga ne. Më dëgjon Flavio? Po të dëgjoj. Okej. Atëherë, zotri, shqiptarët duan të ikin apo të kthehen? Apo dhe ato që kanë ngelur duan të arratisen? Tash nuk di thashë atë më herë. Se kush e zgjedh dhe tash ne. Po. Ku ndihet më mirë? Po më mirë është këtu. Po pse është më mirë këtu? Më mirë. Sa është vendi jot më? Mirë. Dakor se është vendi jot, po si vendi jon që jemi, i kemi të gjitha kushtet e jetesës? Ja, atë se kemi. Nuk e kemi. Si Andi që do me largu njerëz. Tani, ti syrin si e ke? Do të qëndrosh, a do ikësh, si e ke syrin në pushkës? Unë për vetë do rri këtu. Do rrish, e? Përdesa do rri do takojnë prap Andi. Ti. Okej. Dorën. Faleminderit. Gjithë mirat. Gjithashtu. Më fal, si dorën dhe ti e ke dorën me... Më fal. Si i thua dorën njerëzve dhe ti e ke dorën me dorez? Po këto janë dorashket e punës. Të çajt është tangist? Po jo më vlla, po tani... Apo ciklist? Se është ftohtur burrë do. Është ftohtur vlla. Mos e jep dorën njerëzve me dorash. 2 minuta. Mirë, do e heq. Ma kisha lënë 2 minuta këtë, do e kisha bërë për Gjermani. Ashtu, ë? 2 minuta, po thash Lenë, po. Ishte gati. E kishim me mbyllje. Ishte kështu si trullosur, e kuptoj. Dakor, Andi, dakor, flasim më vonë. Mirëmëngjes Flavio, 2 vitet e djeshme ekzistojnë në Lezhë. Nuk e di për çka ke fjalën, po më sqaro pak më vonë. Mirëmëngjes, më ka hyrë një taliban nga Afganistani me qera. Nuk paguan asojë drita as qera dhe më forta ngelen komisariat. Ju lutem lexoni këtë mesazh ta dëgjojnë që të mos bien viktim. Taliban nga Afganistani. Po të çdo komisariati, maro. Lese do më akuzojnë që bëj kështu thirrjesh të jashtëligjshme. Ç'pun ken? Nëse. Kam përshtypjen se do të kalojmë në publicitet tani dhe të rikthehemi më njëherë pas pak me tjera mesazhe regjia kemi syrin. Po jo, nuk do ju lë të shkoni në publicitet. Se duhet të dëgjoj pak atë videon e Çim Pekës mbrëm që sidomos i palosi atë. Kur e provokuan për syrin, se na sulmoi syrin dje Bushati, se edhe ne na krahasoi me Meron dhe me Bolinon, Bushati dje. Kështu që
e gjeni atë videon e shpejt, ndërkohë që unë përcjellet sa mesazhe. Mëngjes Flavio, atë ditë që do largohet Rama do jap, do i gjet ditë jap halv. Sikur të ketë të 40-at. Dakor? Mëngjes Shqipërinë më mirë do qeveriste një derë se sa ky, prandaj ikin shqiptarët. Mëngjes, jetojmë në Itali, jemi në prag pension, mendojmë të kthehemi, po me atë shëndetësi që ka Shqipëria është shumë e vështirë kthimi. Shpresoj të ndryshojmë. Nëse ke pension italian, kemi spitale private, pse e vetë mendjen. Dakor, faleminderit për mesazhin. Ndërkohë telefonuesi thotë që ndroni. Okej, po me se të ushqen, sakrifikohen për 12 vjet dhe s'ka më fuqi njeriu shkret. Tani mbeti veç vota që të flasësh për kthim. Respekte. Përshëndetje, ky Rama s'po na jep tapit e pronave, ka 20 vjet që kam aplikuar, do më japi ky pasaport evropian. O popull, kërkon nga ky të jap dokumenta bazike që ka detyrim, do na fus në Europë ky. Mirëmëngjes Shuno, lidhur me temën, kthesh në Shqipëri me çfarë do merresh? Të t'jap ty i shumë lekësh, ku do investosh aty? Çdo gjë është e kopsitur, ngelen vetëm bar kafe dhe në një budallik. Shumë të vështirë është kthimin nga jashtë. Për këtë na vjen keq që ai vend është kthyer komplet mafia, po ja mund të bësh firmë ndërtimi rrugës dhe të shkosh te Jonadi. Për shembull, edhe ti lutesh Jonadi, imagjino gjithë to oligarkët e fuqishëm që kapin rrugët shkonin te Jonadi faleshin. O Jonad, na jep në lot. Sigurisht Jonadi ditë që shkreti i caktojnë tjerë njerëz, po Jonadi do e hajë për lotët, se loti si pikon. Tani do e dëgjojmë që kur na provokuan syrin dje dhe i gozhdoi çimi. E ndjekë, merre regjia. Kështu që në këtë konflikt të ri, ne duhet shohim rrezikshmërinë që na vjen nga Spaku, jo rrezikshmërinë që na vjen nga Kufoma. Kufomave, pavarësisht se ne jetojmë për ditë me to, i bëhet autopsia. Te thua çfarë pushteti ka ky njeri? Pa dyshim, ose ka mundësi histori, po, patjetër. Kaq të mëdhenj të gazetarisë shqiptare u vika në rresht me pishkëllim të arbrit vogël. Si ka mundësi që arbri madh fuga tjetri, si ka mundësi që kryeministri tako ka Ajola e ka porosit takoj Greta si e kishte kjo dëshmimtare dhe i shkon e takon. Po si ka mundësi që gjatë gjithë procesit të Sali Berishës syri ka qenë po aq mbrojtës ndaj dhe kundër arrestimit Berishës, a paska dhe Berisha një fuqi mediatike? Paska. A përbën kjo fuqi mediatike mundësi teorike të intimidimit? Më të madhe. Një sekond. Tani përgjigjesh ti, jo ti. Nuk më ka lënë marrë si fjalilla. Dhe lufta nuk ka lënë asim një sekond. Cilin dëshmitar kundër Sali Berishës kishte mundësi syri ta qonte? Cilin dëshmitar kundër Sali Berishës ose proti kishte mundësi syri ta qonte ke Edi Rama për të takuar? Cilin dëshmitar syri kishte mundësi ta paguante me lekë Cilin dëshmitar syri kishte mundësi të merrte apo themi ndikimi mediatik? Apo themi ndikimi mediatik? Ti numërosh shumë të tepër. Unë po fola për fuqi mediatike. Ndryshe nga këta, syri, kohën kur ishte dosja e Sali Berishës fillim, kohën kur Lenci nuk kishte përplasje dhe akoma bënte një emision tek Report TV-ja që kishte vjedhur tokën për cilin ishte bursa Sali Berisha, Lenci ftoi këtu për të bërë balancën. Në cilin prej këtyre televizioneve bëhet balanca? Ke ai emisioni që thua ti, ke ai emisioni, dëgjoj. Ja të ta them unë. Meqense gjithë politikat editoriale të ai emisioni. Apo ai ishte syri një media mbrojtëse ndaj kauzës sa çfarë Sali Berisha aty që ke qenë kundër arrestimit ti. Do të mfusin në burg tani? Po tash. Do të mfusin në burg, po ta shifrën. Ti ke sa syrin më shumë kundër Spaku. Për arrestin e Berishës, kundër kam qenë dhe unë. Ma bëjtë edhe Lenci, ti ke dhënë deklaratë Ti ke shpërndarë deklaratë Lenci, nuk s'ka vlerë as një fjalë. Vazhdoj ta mendoj atë gjë, po lere tani, po si jep deklaratë dikujt që ti je kundër tij? Po lere më. Po si ja jep? Kush të tha që jam kundër atij? Kush të tha ty që jam kundër atij? Pastaj që s'do të arrestimi. Po kjo është tjetër gjë. Ka gabuar në Kjo është tjetër gjë. Dhe po të ta them me një fjali, me që se nuk thua do gjëti. Ja, që ta ashtu. Po e thajme e koratën ja kanë dhënë, sepse i ka dhënë fundin pa ndëshkueshmërisë, por jam kundër atyre që mendojnë që pa ndëshkueshmëria, ndëshkueshmëria është e barabartë me dhënien e drejtësisë. Ti bashkë me Nikolën dhe unë besoj. Ti bashkë me Nikolën dekoratën ja ke dhënë me shpresën se ndalon ke Sali Berisha. Për asnjë arsye tjetër.
Ti bashkë me Nikolën, dekorate ke dhënë shpresën se ndalon ke Sali Berisha. Ti bashkë me Edi Ramën, gjithë ata që kanë përkrahas fakun kanë përkrahur shpresën që ndalon ke Sali Berisha. Në momentin që mund dilte jashtë Berishës, ky spaku bëj keq. Ky ka qenë problemi. Jo. Ma le edhe një gjë që po thua, inshallah nuk ndërpreu më këtej. Më ndërpreu. Dhe po thot një gjë të tmerrshme. Nëse do të kishte mbetur ke Sali Berisha, unë do të vija. Ti ke tërhequr dekoratën vetëm kur ka dalë jashtë Sali Berisha. Absolutisht jo. Por se kam tërhequr. Po nëse i rrin dekoratën s'po ta fol kundër ti pastaj. A e mbani mend? Edi Rama si doli pas arrestimit të Erion Velis. Çfarë tha Edi Rama? Po, që spaku po e cepron. Që ato burgosi. Ta marrin nga 7.000 euro në rroga. Mbas zgjedhjeve do ta sjellim spakun standarde demokratike. O ulsi, çfarë bëre me këta si ke toleruar kaq shumë. Ka ikur koha që ne s'flisim tani do flasim. Nuk kam në koment tani do ketë komente. Pse i bën gjithë, se është deloj pushtetit vëlla. Se në qoftë se zoj bënde këtë gjë në Velia mund bëhet si Ben Ahmetaj. Pra nuk është se janë fare pa pushtet, edhe kur janë aty brenda. Se kanë pushtetin e të qenit pjesë e kupolës. Trilindjes. Dhe Omertaja është ajo që bën këtë të burgut. Omertaja është ndërtuar ligjin që frikson edhe Edi Ramën dhe Omertaja është lloj pushtet. Ke qenë pjesë e kupolës, po fole. Sa efekt ka pas tre intervistat e Ben Ahmetajt, Edi Ramën? Më thoni, a ka